Shkolla e mesme profesionale Beqir Çela në Durrës hapi dyert sot për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare për t'i njohur ata nga afër me laboratorët dhe ambientet e saj, ku aktualisht mësojnë mbi 1200 gjimnazistë. Orientimi i të rinjve drejt arsimit profesional mund të shërbejë si një garanci më shumë për të përvetësuar një profesion mjaft të kërkuar në tregun e punës. Vizitorët mund të shihnin nga afër shumë nga projektet dhe punimet më të mira të nxënësve të kësaj shkolle, realizuar gjatë vitit të fundit. Ne organizojmë ditën e hapur, por jo si një ditë thjesht ditë e hapur për të ftuar nxënësit e klasave të nënta për të vizituar shkollën, por jo vetëm nxënësit dhe prindërit e të afërmit e tyre, por si një ditë ku ne paraqesim dhe projektet e bëra nga nxënësit e shkollës tonë, si dhe laboratorët e reja tashmë të shkollës në kushte shumë të mira. Në zgjodha arsimin profesional për shkak se gjyqi dhe babi janë për elektrike dhe unë kam si thosh qef që ta vazhdoj. Por më shumë t'i bëj dhe ato krenar. Në momentin që flas jam i punësuar me një vend dhe punoj në kohë të lirë. Ne jemi të shkollës të nxënësit e Beqirit të vitit parë dhe kemi realizuar këtë shëtërvanin në mënyrë tuba hidraulike dhe të reciklueshme, e cila ka tubat bakrit edhe ka trapolin që pompën që përcjell ujë dhe në mënyrë shëtërvanin. Vitet e fundit gjithnjë më shumë vajza kanë nisur të frekuentojnë arsimin profesional për të afruar dhe më shumë nxënëse të reja nga shkollat nëntëvjeçare. Në katin e dytë të gjimnazit Beqir Çela po zhvilloi sot projekti Dita e Vajzave. Gledia Bardhi është një prej nxënëseve që 3 vite më parë zgjodhi degën e informatikës për të studiuar. Sot ndihet shumë më mirë me zgjedhjen e bërë dhe fton shumë vajza të vogla që të zgjedhin arsimin profesional për formimin e tyre të ardhshëm. Kam një dëshirë shumë të madhe për informatikën, edhe kjo më shtyu që ta vazhdoj edhe gjimnazin profesional për informatikën, që kur të vazhdoj në universitet, të kem njohuri më shumë se bazë. Do t'ju them vajzave që të mos kenë frikë, ka qenë shumë tabu, por ama tashmë kohët po ndryshojnë. Informatika vjen e zhvillohet çdo ditë dhe është një punë shumë e mirë për në një të ardhme të afërte dhe të largët. Edhe mos t'ju mbaje mbrapa fakti që ka më shumë djemë, sepse kjo gjë mund të ndryshohet shumë kollaj. E njohur si një nga shkollat më të mira profesionale në shkallëvendi, Beqir Çela synon të kthehet së shpejti në një kampus të arsimit profesional. Me 5 degët që ofron, shkolla përgatit gjatë viteve të shkollimit dhe praktikave profesionale në biznese zanatçinë të ardhmes.